Përshëndetje! Mirë se vini në një vlog tjetër. Sot kemi ardhur në tregun e rrobave të përdorura. Por si mi vetëm. Sepse ju e kërkuat shumë dhe ne ja u sollëm. Izaure! They will never be vetëm. Çfarë do bëjmë sot Izaura? Ne sot kemi ardhur te tregu i rrobat përdorura dhe do shohim pak ç'a bëhet këtej. Si janë çmime, ç'a mund të gjejmë, edhe kemi shumë gjëra të bukura për të bërë. Por kemi dhe një sfidë, se normalisht ne zë e bënim kështu kot. Kush është sfida goca? Sa nuk e din, po unë i kam shënuar, i kam gati. Kam shënuar në shtëpi, që në mëngjes, kam bërë gati 3 emrat tonë. Pra Livia, Raisa dhe Izaura. Dhe me këto 3 letrat do i hapim, do i vëmë diku këtu dhe do i zgjedhim. Secila nga ne do kapi një letër. Okay. Në qoftë se i bie emri jon, do ndryshojmë dhe bëjmë prapa tjetër. Dhe në qoftë se unë për shembull kap Livian ose kap Izaurën, që shpresoj se kap Livia, se kena me Livian. Njëra nga ne do kapë. Do të kap Izaurën që të sfidoj pak veten. Nëse dhe do kap letrën e Izaurës dhe do i gjejmë një veshje Izaurës, pra bluze ose ndonjë aksesor, do diçka dhe më pas do vendosim dhe do vendosim për veshjen më të mirë. Po, okay? do bëjmë sfilat mode. Okej. Tani letrat i kam këtu. Goca, zgjidhni. Kamera e para. Çfarë kam marrë në tim? Okej. Le ti hapeni. Sa është ngele do jam unë i bie. Kam emrin tim, do i qenë rroba vetes. E vjerë. Okej, do bëjmë prapë se Izaura ka emrin e vet. Është dhe ngelet? O, zoti ma, si s'munda kjo femër një herë në jetën time. Si nuk munda kjo rob. A ka mundësi? Livia. Super. Unë i bie kam Izaurën. Po, prita tregojmë për transparencë. Tregoje për transparencë. Okej, tani ne do shkojmë të gjejmë rroba për njëra tjetrën, do gjejmë rrobat më të bukura, okej? Okej. Izaura, ti ke për Livian apo jo? Ja. Nuk na e priste mendja që do kishte kaq shumë gjëra këtu. Në fakt s'isha ardhur ndonjëherë këtu. Po pas ka goxha. Shumë foll. Ka mund gjesh çdo gjë këtu. Deri tani kemi parë çanta, atlete, rroba banjo, shapka, bluze, tuta, no. Subhanallah. Jo, për fëmijë, për tritur, për pleq, për disa njerëz marrin tek këto të përdorat. Edhe nuk kam asnjë për gjykatimi, po mund të pra mund qellojnë, mendoj që qellojnë disa të mira, se kot nuk marrin njerëzit. Tek e fundit rroba janë. Yes. Okay. Se mund ta shihni. Ka shumë gjëra. Domethënë këtu mund vini, mund të merrni çfarë të doni. Këto për shkakun që kanë interesante. Çfarë pantallona, shumë na funi. Livia po ikën andej. Tani do ikim tani. Do ndajmë Izaura. Bye bye. I love you. Edhe unë. Do ikim do gjejmë gjëra të bukura. Okej, ne u shpëndam tani. Unë kam t'i gjetur Raisës. Kam edhe të lehtë, po edhe të vështirë se unë e di ç'a do ajo, po ndonjëherë edhe nuk e di ç'a do, kështu që nuk e di. Tani do gjejmë një bluzë, një gjë. Këto ngjyra të zeza janë, se ato i vesh, por nuk e di. Told you can find everything here. Dhe thjesht nuk e ç'a të veshësh, hajde këtu edhe e gjen. Ike ekonomike pa, të mira pa, të bukura pa, gjitha. Po, tani këtu një tet më tregoi një bluze. Mund ta japësh pak? Sa është kjo teta? Jo, 5.000 lekë do të api teta ty. 5.000 lekë? Është shumë shtrenjtë. Jo, shtrenjtë se është ajo. Nga Primarku. Po, por rajt lekë është fare. Po jo, 5.000 lekë. Unë këtu kam gjush janë nga 1.000 lekë. Jo, 1.000 lekë nuk është bluza ta veshësh ti. 1.000 lekë se është kanatieri, ajo bluzja është për ti. Okej, do e lej këtu se e kam si opsion, po do vi prap. Po gjitha më lirë. Ku të dush ti, më lirë? Rrofsh. Ju pëlqeu ju? Ishte e lezetshme. Njerëz, unë jam njeriu më përtat, që për të shumë të kontrolluar, i duat të më dalin shumë përpara në fytyrë dhe them prit se do e marr. Edhe di shumë ua një sekond. Më duket se gjithë e diçka për Izaurën. Tani Izaura ve shumë pantallona të shkurtra. Dhe këtu pas ka disa, një sekond t'u e tregoj.
Tani po mendoja për nga këto këtu. Së di tani. Këtu është plot me gjyra. Po bëjmë e keqe, nuk... Po i bli Livjas t-shirt. Livja i vesh shumë t-shirts. E kam vënë. Kështu që duhet i gjejmë një t-shirt, po çfarë? Si, qyshte? E si do a gjej kështu me një unicorn me një Hello Kitty, e do a marr. Kjo pasqyra nuk është aq e pastër, por nuk ka problem. Tani po kërkoj prap. Ktu ka dhe rroba për çuna. Ja. Qa ti marrë unë kësaj mërë zote madh. Look. Këto mund t'ja marrë. Dhe me dajmë. Po në gjë një grua që po thot nga 1.000 lek roba, që që aty do iki tani. Gjë roba me 1.000 lek. Ore, qa s'ka këtu ore? Në këtë gjeta unë. Nja ku doli dhe i zaura. Mendoj një moment për pantallona, po mendoj që më mirë do t'i marr bluze si sa pantallona. Duke qenë se pantallonat jo i bëjnë si bëjnë, nuk mendoj më mirë për bluza. Po tani nuk e di. Edhe këtu pas ka shumë gjëra. Njerëz duhet vini, se këtu mund të gjenden gjëra të bukura dhe interesante. Tani do shohim për një gjë. Shko duhet që këtu kemi shumë t-shirts, shumë shohim për t-shirt, opa sa dhe fustane. Ka fustane. Që mund t'i shkon të Livjas kjo. Po ja. Ja. Guys, është shumë e vështirë. Këtu nuk le kush radhje me pa rroba, por nuk po gjej asgjë që i përshtatet asaj. Ua kapela, më parë për veta, a lejo të bëjmë për vete sot? Guys. Look at this. Kam ndaluar këtu që të gjej kështu t-shirts, po momentalisht ja. Kjo po më hin më shumë thërë. Ajo është. Edhe më duke si gjeta diçka, I think I found something. Shifi një nga një se ke bu. Shikoni guys. Me nuk di gjejmë gjëra të bukura Livjas. Do më ndohë bërë. Është pak e vështirë. It's a bit hard, but look at this. I mean, it's pretty, it's comfy. Oh! Okay, kjo më ditë pak për Livjan. Look at this. Fuck you all. Oh, sorry. Ja. Kjo, sa është kjo? 5? Më pak? 4. As Dhe marrim ajo, as kjo. Të dyja I ke super. Do marrim këtë do marrim. Pa, merë këtë do shti. Të dyja I ke të bukura. Po pra shumë të bukura janë, prandaj po them këtë do marrim. Për e klik ti marrësh falë. Me 4 ti lë të dyja I ke. Njerëz rajka që të dishën, thot do aldi roba banjo. Dhe unë gjitha një të gjëmë roba banjo. Në t'ja marrë këtu për shumë edhe më si bleja jo, t'ja bleju. Ore, shpinje. Qa thua? Nuk e lexoj dot. Shumë e vështirë. Të mendoj që këtu mund gjej diçka për të. Po këtu me sa di unë, këto rrobat duhet I kthesh këtu mbrapsht që të gjesh mallin e mirë. Por let me see. Tani kam ardhur këtu për të gjyrur ndonjë gjë I Zaurës, edhe po shoh shumë gjëra të bukura, por që të shohim tani. Po më mban shumë mirë kjo nëna, sa po më dha fruta, më dha rrush tani. Edhe jam ulur, sepse u lodha shumë, duke kërkuar, por s'ka problem. I found... Ja, kjo si tallet. Si tallet. I'm hearing a voice I recognize. Unë gjeta diçka për Livjan. Po tani pyetja është, a ka gjejmë një aksesor? E që do I gjejmë Livjas? Do I gjej Livjas një kështu një palet. S'pasa dalë këtej. Do I gjejmë një palet për eyeshadow. Vetëm një ngjyrë që Livja nuk do e bëj.
tani kush është një gjë që Livia nuk e vën. Apo ti gjemi rrip. Çfarë ka? Ajo me rripat. Oh, kapele. There are kapele, guys. Pasa shumë gjëra interesante. Po, çfarë? Ua, shumë sa tiny kjo, nuk shitet, po është shumë e vogël, shumë e bukur. Joshi! Shko Londra! Po mendoj t'i marrë syze. Pas ka dhe kështu... Kështë edhe me kape. Sephora. Qërë syze është t'i marrë? Nuk jam marrë syze se ishën nga 10.000 lek. 10.000 lek. Like... Falë, kush janë ato që thonë që këto e ngjëra të lira? Se deri tani nuk pash një gjë shumë klirë. Okej, duhet i bli diçka, me patjetër, po s'di që t'i marr. Tani unë mendoj për këtë, po nuk e di tani. Ose për një nga këto crop topet, duke qenë se Izaura i ves shumë, edhe i do, edhe kam parë 1-2-3 herë që i ka veshur, prandaj. Po që nuk e di. Do shoh. Nëna, sa bën kjo gjur lila? Ky crop topi? Sa do ma japësh? Të jap 2. Shisa e mirë është, do ma japi 2.000 lekë, gjithë se unë do ja jap lekë të plota, se normale, se nëna arri këtu gjithë ditën. Deri tani asgjë e mirë, dhe nuk kam parë asin ka goca, dhe nuk e di ku janë. Qa të bëjë? Kush do më qi rroba? S'kam as nerva t'i shoh shumë e... Okej, dhe ma i bluza. Qeta këtë bluzën e Nike-ut. Jo, mos më kopjo! Unë e gjeta. E more? Qa more? Ta them. I ka marrë, po nuk ta them. Nuk ta them. Do e di që i ka marrë, po nuk ta them. Okej, nuk dhe me këtë bluzën, se kjo e pa tani. Okej, nuk është për Izaurën, në fakt, është për Raisën. Unë do ja them. Do i këta një t'ja them. Jo! Jo, okej, nuk dhe marrë. S'ka shpres për mua, i e shu gjeta unë një gjë, ma pa ajo. Edhe këto që nga shumë të bukura. Sa janë këto nëna këto gjinset? Ato janë 5-4 t'i marrësh. Sa ullja po më bën. Nëna, sa ko po bën këtu? Unë po pëj që kur është hapur tregu këtu, 12 vjetë. Kur është hapur? Para 12 vites. Po, Je lodhur? Ka punë? ka pas, po tani ka rënë puna. Ka rënë, a? Shumë do. Pse mendon që ka rënë? Ka rënë se unë bëja goxha punë këtu, tani unë 20% punës bëj. Shumë dobët. Po, mos ndoshta ndikon edhe vapra që njerëzit nuk dalin. Jo, janë larguar njerëzit, s'kam njerëz, janë larguar klientët, gjithë s'ka, janë larguar studentët, janë larguar gocat e reja, çunat që vinin se çunat vishin më meshin boksa, më meshin gocat, më meshin prapë. Shumë gjëra intime. Na të bëj një pyetje tjetër, tani un kam një pyetje, mbase mund gjej pak e pa informuar, po gjithë njerëzit që shesin rrobat përdorura, ku i marrin? Ne i marrim nëpër magazina që sillin nga Italia. Atje i blejmë çmimin që kanë vën ato vetë, edhe ne mbati recipeta kanë atjere këto. Kush ka qenë dita më e mirë për ty në shitje? Dita më e mirë për mua ka qenë e shtuna dhe e diela. Akoma është shtuna dhe e diela? Shtuna e diela pak tani, jo si më përpara, po tani më pak. Dhe sa ke fituar? Si të them, për të shtunë për ditë, për shembull, kam fituar 30, 25, 40, ka pas raste, po kur kishe punë, tani jo, tani ka rënë puna 100%. E kuptoj. Jam shumë do. 100.000 lekë marrë Sa merr? 100.000 lekë i marrë vetëm ilaçe në muaj. Kështu që pensioni që marrë unë mos më del vetëm për ilaçe. Mos punoj këtu, s'kam të jetoj. Punoj që këtu që nxjerr lekët që ha ushqimi. Është jetesa shumë e vështirë apo jo? S'do mos ma të pension. Po me pensionin është shumë pak. Çfarë do bësh me 100.000 lekë pension? Fëmijët janë me fëmijët e tyre, kanë krijuar familjet, nuk u dalin për vete.
Kështu që si bjem do të piqaf. Ja mund të na japi një herë fëmia 2 herë, 3 herë më shumë jo. Se Ja kuptoj. nuk është Ti jeton vetëm nëna pa fëmijët jo, apo? kam një fëmijë, kam një djalë prandaj. Ke një djalë. Se me 2 fëmijë. Ato më ndihmojnë bashkë. Po, shoqërisht do të kam familjarët e mi, kam nënat e mia dhe shoh që jetesa është bërë me vërtet shumë e vështirë. Në krahasim me pensionin që u merrni. Është bërë shumë e vështirë, tepër e vështirë, jo shumë tepër e vështirë për neve Edhe për ne të rinj që ose nuk punojnë vetë. Edhe ju të rinj, pos punat vetë është shumë e vështirë. Sot pos punove nuk jeton dot. Po. Edhe të punosh edhe të marrësh një rrogë të mirë, të majme, jo të marrësh rrogë me 400.000 lekë, 500.000 lekë, me 400.000 lekë, me 500.000 lekë, nuk del asnjë gjë fare. Është shumë dobët. Janë çmimet shumë të shtrenjta. Nuk mund ta marrësh dot një frut për ditë. Me një frut unë do kaloj 2 ditë, 3 ditë, do t'i ha me ekonomi, me kursim, se s'mdele sapo. Unë ju sugjeroj të gjithëve ju që po na ndiqni që të vini te nënës që ka shumë e mirë edhe malli me sa po shohë pas ka shumë të mirë. Thash jam marr mallin të shtrenjtë se nuk më intereson ta marr mallin e dobët. Unë dua që kur vi klienti të kënaqet Edhe të vi prap. Edhe të vi prap. Unë kësa jam marrë i thalës, një shala i përshin, të qas paska, sa roba banjë, sa të bukra, kjo nërën paska gjëra shumë të mira. Por, nuk e besoj që i ta rejto këto. Ja ishte që ne të mundoheshim personalisht, të mendohesh të bënim pak pazar. Edhe në bëra. Sa po fitova, qiteva, 1 lekë. Edhe nuk t'i falë kush, se me gjithë këtë zatë mund të blesh shisha ujë. I swear. Ishte bijuteri. Qa kam pyet deri tani, kishin shumë shtrenjtë. Kanë 5, 4, 6. Teta këtu i ka me 1.000 lek, 2.000 lek. Kështu që Këtu. shumë bukra. Do t'i gjejmë diçka këtu. Njerëz e gjeta. Do marr këtë për të përshkruar Raisën që është me nerv. Sa është kjo teta? Kjo, 3.000 lek. 3.000 lek. Okej. Edhe kjo është shumë e bukur. Jo, kjo do i pëlqej më shumë se i është Te. shumë të bukura. Pas ka rroba shumë të bukura. Teta kështu që hajde ne shifeni. Tani urdhëro 3.000 lekë. Në një pazar nuk kishe. Pa të merrje më shumë, do të bëjmë pazar. Po kështu që me një. Okej. Merr edhe një. Hajde. 5.000 lekë. 5.000 lek, hajde. Kjo është e vështirë. Prit. Pesa gjetera. Kjo e ziza këtu, s'ka pëlqej kjo. Jo. Kjo këtu. Jo, të dam një vetë shkët s'ka problem. Mirë. E mora edhe kusurin, 2.000 lek. Tani do gjeni një gjë me 2.000 lek, se bot lek harxhum sot. Qa mund të marrë këtu me 2.000 lek? Tani do vendoj pak edhe për Raisën edhe do i blej asaj një varse se po më pëlqen shumë të bukur. Tani guys, we don't hope edhe ka një kështu roz. Edhe Raisa sot ishte vesh me roz dhe ja marrim. Kjo Snitchi kërkon të disë qa bleva unë. Po, do t'i shof. I'm off. Ta di ajo që unë i kam di diçka interesante, po tani puna është me gjithë Raisën, ku është Raisa? I saw her. E pash. Duhet të përdor syze, se nuk ishte Raisa. Kjo ishte një gozë që ishte vesh me rozë, më ndonë si ishte ajo, po nuk ishte ajo. My baby's lost. Tani që e gjeta, tani pa e pash. Edhe ta di njës qa është duke bërë ajo. Hope she doesn't see me. Oh, okay. I think she saw. Okay, she saw. Shko kë gjeta. Gjeta një që i ka me 500 lek. Tani do marrë dhe një që për vete. Njerëz gjitha këtë fundin. Ajo nuk vesh funda, po mendoj që why not. Dhe këtë bluzën edhe ja bëra këtë outfitin. Super. Sa janë këto të dyja? Po zdi që atë marrë tjetër. Janë 3 copë 1.000 lek. Po duhet marrë dhe ishtë tjetër.
Kjo teta I kishte 3 gjëra 1.000 lekë, po mëra 2 gjëra se nuk po gjeja në gjë tjetër. Kështu që tani hajde kërkojmë gocat, t'i gjejmë ku janë. Po vdes nga vapa, është një vapë të mërshme, nuk e di pse kemi gjetur ditën më të nxehtë për të ardhur për bler. Por e rëndësishme është që I bleva 3 gjëra. Pantallona nga Pull&Bear, Zara. Ua sa të bukura këto herë. Shumë bukura. Po të kërkoni, o gjeni firma, sinqerisht, unë deri tani kam paca të gjërat lezetshme. Nejse, do gjej gocat. Guys, ne u takuam. Ku je moj? Kemi bler gjëra, tani po shohim në një gjë tjetër. Kemi hapa kombo. Unë jam shumë kurioze çfarë kam bler mua, me të drejtën. Ne blem për vete, po ne duhet mendojmë edhe për tjerët. So, unë e di që shefja jon vesh shumë sandalle. Dhe unë do e marr në telefon tani ta pyes çfarë numri ka këmbën. Sepse Okej. Na hapa Ida të lutem. Tani Aida je në vlog momentalisht. Çfarë numri e ke këmbën? 38. 38. Do një palë sandalle? Okej, ku jeni ju mi? Jemi tek tregu I rrobave të përdorme. Edhe që do më gjini? Këto të smishër gjithë kohës me taka. Do më gjini fuq. Okej, mi blini 38, ka numrin që që do në zgjidhni. Okej, e ke surprizë. Bye bye. Faleminderit, ciao ciao. Okej, 38 e ka këmbën. Më duket se I gjetëm, këto që janë shumë të bukura. Dhe këto bëjnë 3.000 lek, guys. 3.000 lek të vjetra. Po tani problemi është të gjejmë tjetër. Jemi bërë pak se rob lufte sot. Kemi gjithë ditën duke tregu, por it was fun as well. Yes, tani do shohim rrobat që kena bërë nga tjetrës. Kaluam një ditë shumë të gjatë këtu. Si ishte eksperiencia juaj ke tregu? Aq e lodhshme, po aq e bukur. Kishte shumë vap, ama kishte gjëra shumë të bukura që nuk na merr të mendja kur që do I gjenim këtu. Po të rajo. Jo, sinqerisht, unë lodha, po unë jam kënaq shumë. Njerëzit tu ishin shumë të mirë, unë kam bërë muhabet. Edhe sinqerisht, Unë vetëm nga gjithë kjo eksperiencë, vetëm atë në do mbaj mend që ju e pat shumë mirë. jo, për mua të gjithë kalova shumë të bukur. Për kushtet se çfarë. Do të vinit më goca? Do të vinit prap? Po. Do vija, po jo tani në verë, ndoshta dikun ke vjeshta. Unë s'do vija. Nëse do isha prap me gocat, me asnjë rob tjetër nuk vi. Okej, vërtet. Tani le të shohim çfarë kemi bler nga tjerë. Zhroni si e para. Do fillosh ti? Do filloj Me mua. Mbaj mikrofonin apo ta mbaj unë? Ta mbaja. Atëherë, Livia sti merja një fustan se tha që nuk I pëlqente. Ama pastaj thash me gjithë këtë vap mos ta lodh më shumë edhe I bleva një t-shirt. Thank you very much. Edhe kam gjetë fix për Livia. Pse? Një sekond. Ha, Belika. Sa e bukur. Tregoja I zarfi ka shumë. Shife? Nëse një bluzë do ishte Livia, do ishte jam. Bravo. I zaro ke këto kuruar. Por prit. Thank you, Zara. Unë pastaj thash pse mos t'i gjendë diçka ndryshe Rajsës edhe I gjetëm diçka tjetër. Një sekond, mbaj. Kam menduar dhe për ty. Tu si vogël. Është diçka e vogël për diçka simbolike. Ma më pëlqen shumë. Çfarë Një është? sekond mi se humbir. Sa e vogël që e kam e? I sa këm ka marrë varse? Që në ka bing. Ka me pink. Mashallah. Edhe lexon Hope. Sa cute. I Zara. Shumë bukur. Zara. Okej, tani it's my turn. Fakt guys, kam bler më shumë se një gjë. Por do filloj një herë me të parën, sepse unë mundova, se nga që gjithë më munduem të ketë një kuptim të gjë. Dhe unë mundova që ta përshtas pak me personalitetin e Raisës. Dhe kur e pash të bluzen, I was like, okay, kjo është Rai im.
Rai me nerva. Qartë. Shumicën e ditës. Domethënë mos e shifni kështu si kjo është Raushi. Sa cute! Thank you, Olivia, prit. Më shkon, në? Shkon shumë e bukur është. Thank Por, mendova edhe një outfit tjetër. Pse të më kanë një flokët kështu? Okej. Mendova edhe një outfit tjetër për të dalë, se thash të bluzën e veshi kështu për përditshmëri, por unë i gjeva një fund, dhe pse Rai nuk vesh funde, por sa i bukur është o zot i madh. Kam ble 500 lekë copën e kam ble. I swear. Livia, ti mendoj që unë do e vesh këtë? Sa i bukur është. Shifeni guys. Tararara. Edhe i kam ble dhe një bluzë që t'i kombinoj. Se si jam marrë ngosës time kështu kot, si doni ju. Majçik. Livia, bluze që nga okej. Moj është e bukur, Por fundës kam përta vesh kurrë një time. Kurse ma, nuk e di, a ju pëlqen guys ky kombinim? Nëse. Të dyja këto 1000 lekë i kam ble. Unë i Zaurës i kam blerë një blerje shumë të thjesht, safe, edhe kështu, prit. Gjithmonë ke safe kjo gocës. Gjithmonë, s'kam si blej fund, kur si vesh njëri, o O zot. zemra ka e për ta vesh atë fund kur dalim. Do e vesh, do të premtoj, kur t'i kem plas. Po. Tani, tata, këto janë pantallonat e Izaurës. Izaura vdes për pantallonat shkurtra, me sa kam vënë remon. Izaura s'pëlqen. Yeah. Ua, sa të bukura. Këto i bleva të ka jo nëna dhe njerëzit e din, të ka jo nëna shumë e mirë që bërë edhe muhabet. Sa cute Izaura, mund t'i vesh dhe të puna jote. Po, edhe puna ime këto do shkojnë shumë. Do bëja një Clock it, girl. outfit me këto. I like it. Tani këto ishim blerje tona, ne tani do ikim, sepse është shumë vap edhe mezi po presim që t'ulemi dikush është freskët, kështu që ne do ju puthim edhe në bashk do shifemi te vlogu i radhës. Faleminderit që na pat. Mua.